Në njoftimet zyrtare në faqen e NATO-s për takimet e djeshme që u realizohen në Kosovë nga Jens Stoltenberg, zyrtarët e Kosovës, presidenti dhe kryeministi identifikohen vetëm si zotëri, jo dhe me postet që mbajnë. Kjo e fakton se NATO-ja si institucion paqërojtës vazhdon të jetë neutral ndaj Kosovës dhe shtetësisë së saj. Drejtori i Kipredit Lulzim Peci ka dhënë një shpjegim për këtë çështje. Ai u shpreh se NATO-ja nuk ka një postet krerëve të shtetit të Kosovës, për arsye të intervenimit të policisë së Kosovës në vjeshtjen e vitit 2011 në veri të vendit, pa konsultim paraprak me forcat e KFOR-it. NATO-ja ka ndru qëndrimin ndaj adresimit me titujt e tyre institucional të krerëve shtetëror të Kosovës në vjeshtën e vitit 2011, edhe kjo ka ndodhur pikërisht pas intervenimit të forcave policore në veri të Kosovës, që janë bërë më 25 korrik mos gabofsha. Edhe kjo ka qenë si në bazë mendimit tim, kjo ka qenë një reakcion i NATO-s ndaj veprimit që ka bërë atë qeveria e Kosovës, pa kurfar konsultimi paraprak dhe lajmërimi paraprak të forcave të KFOR-it. Mirë po vizitën e sekretarit general të NATO-s, Jens Stoltenberg, në Kosovë ka quajtur si të ardhur në momentin e duhur, që ta garantoj sigurinë në Ballkan. Po vizita e Stoltenbergut, sekretarit general të NATO-s, ka ardhur në momentin më të duhur në Kosovë. Ai para se të vinte këtu edhe një mesazh të qartë që NATO-ja nuk do ta lejon, NATO-ja nuk do të lejon që ndikimi i Rus në Ballkan të shkaktoj destabilizim të rajonit, edhe më pastaj erdhi edhe në Bosnë edhe në Kosovë. Mirë po një shpjegim krejt tjetër për mosnjohjen e posteve shtetërore nga NATO-ja e ka dhënë eksperti i sigurisë Avni Islami. Islami mendon se NATO-ja nuk ka një postet krerëve të shtetit të Kosovës, si pasojë e rezolutës së Këshillit të Sigurimit nga Kombet e Bashkuara, dhe mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga disa shtete të cilat janë pjesë e NATO-s. Dhe si e tillë, duke pas parasysh se brenda NATO-s ka shtete të cilat kanë kontribuar dhe po kontribuojnë në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në Kosovë, e që ende nuk e kanë njohur statutin e Kosovës, mirë po ajo është duke kryer misionin e vet në bazë të rezolutës 1244. Ai po ashtu vlerësoi edhe vizitën e Stoltenbergut si garantues i paqes dhe stabilitetit në rajon. Paret të Aleancës Veriatlantike Stoltenberg në Kosovë tregon për përkushtimin e saj në raport me qëndrueshmërinë e ruajtjes së paqes dhe sigurisë në Ballkan. NATO-ja edhe në periudhën e UNMIK-ut ka pasur qëndrim neutral ndaj Kosovës dhe si të tillë vazhdon ta trajtojë ende.